Miqtë e Property Cast, jemi në episodin e radhës dhe sot kemi një nga agjendet më të mira të Centri 21 Albania dhe prej 5 vitesh Team 21, prej 2 vitesh nga agjendet më të mira në centri jon. Jonida Zerva, je nga ato agjendet që jep maksimumin, përkushtohesh dhe jep shumë rëndësi klientëve tuaj. Altin, shumë faleminderit për ftesën. Prej 8 vitesh pjesë e centrit dhe real estate-it. Duam të njohim pak më shumë për te atyre triumfeve që ka mbi shtëpinë dhe fal punës që ke dhënë dhe kontributit tënd në fushën e agjencisë imobiliare. Është e vërtet, Altin, unë kam 8 vite tashmë në këtë industri. E kam zgjedhur, nuk më ka zgjedhur industria mua. E ke zgjedhur vetë, nuk je nga ata që ta ka siguruar një mik një afër. Jo, kam studiuar për të zgjedhur këtë profesion. Ka qenë zgjedhja më e mirë që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Do ta kisha zgjedhur po përsëri, ndoshta duhet ta kisha zgjedhur pak më përpara. Duhet jem dhe falënderuese jashtëzakonshme e kolegut e vetes, patjetër, po dhe e kolegut tim, Irdi Dushku. Irdit përshëndesim. Pa ty nuk do kishim shkuar në këto pika që është rëndësishme që duhet kemi një lloj mbështetje e fortë edhe nga kolegët, nga njerëz që të jenë krau i djathtë një agjendi të ri, siç ke qenë në fillimet. Shiko, në punën tonë duhet të kuptojmë që marrëdhënia është më e rëndësishme. Pra po flasim për marrëdhënie midis kolegëve. Të mbështetesh në fillimet e tua është pjesa më e mirë që mund të bësh një agent imobiliar. Këtë besoj që e bën edhe ti sot me agjentet e rinj që vinë dhe në këtë. Dhe aq shumë më pëlqen ta bëj Altin. Aq shumë më pëlqen. Centri është zgjeruar shumë prej 40 e sa zyrash dhe më shumë se 400 agjentë që janë në tregun imobiliar në Shqipëri dhe është marka më e padiskutueshme në Shqipëri që ofron konsulencën dhe mbështetjen të sigurt për gjithë klientët, si shitës dhe blerës. Mua më pëlqen të jem ndër zyrat më të mira dhe aty jam. Po kjo që sapo the është shumë e vërtet. Centri tashmë ka vite në treg. Unë mendoj që jemi më të mirët dhe nuk duhet të ndalojmë së qenuri. Dhe nuk duhet të kalojmë në nivel kënaqësie, vetë kënaqësie, por duhet të punojmë akoma më shumë që të kalojmë pritshmërinë. E kisha në pjesën e profesionalizmit. Pra duhet të vazhdojmë të jemi sa më profesionalist në pjesën e industrisë imobiliare. Si kanë qenë hapat e parë tut, Jonida? Unë mendoj që vendosja e objektivave ka qenë pika kryesore ime. Pra, të vendosësh një objektiv do të thotë të punosh për arritje. Pika kryesore është ose metoda që më ka ndihmuar për të qenë pjesë tashmë e gjithë çmimeve që ti përmende, është konsistenca, disiplina dhe objektivat. Pra vetëm nëpërmjet këtyre ti mund të arrish në arritjen e objektivave. Edhe duhet ta besosh patjetër. Nëse nuk e beson ti, kush do ta besoj? Nuk ka kush ta besoj tjetër, të bësh tjetër që të besoj tek ti pastaj. Kjo është por 2 vite në centri jon. Po çfarë kuptimi ka? Ajo është një vlerë e caktuar. Flasim vlerë materiale këtu, pra monetare. Monetare. Është një vlerë e caktuar. Goditje, shitje të mëdha. Se normalisht ky profesioni le ta quajmë të ri në Shqipëri, ne e lakojmë si të ri, por tani ka filluar edhe të formalizohet prej disa vitet e fundit edhe nga vetë shteti jon. Mund ta quajmë, le të themi, profesioni që ka më shumë të ardhura se sot gjikohet. Nëse vërtet punon fort, mendoj që është një ndër profesionet më të paguara. Një pjesë shumë e madhe e agjentëve që bëhen pjesë e kësaj, ndoshta edhe zhgënjehen, se shohim jo vetëm tek centri, por edhe në agjenci tjera, në logot tjera, shohim që bën pjesë e real estate-it, vjen një fazë edhe marrë një lloj zhgënjimi të madh dhe nuk shohen edhe realitet. Jo më kote thash pak më parë që unë e kam zgjedhur këtë profesion. Po për zgjedhjen e këtij profesioni kam patur eksperjenca në fusha tjera, për sa i përket eksperiencës ligjore, eksperiencës administrative, gjithmonë po flas në çështjet e pronësive, pra në eksperiencat e punëve të mëparshme. Gjithashtu dhe në pjesën e shitjes. Po kjo nuk më ka ndaluar për t'u informuar në mënyrë të vazhdueshme. Pra nuk jemi mjaftuar vetëm me këtë. Absolutisht. Kurse të jashtëzakonshme për sa i përket industrisë imobiliare. Dhe dëshira e madhe për të qenë në këtë profesion, ne po rritemi në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me tregun. Pra,
ne po kuptojmë që tregu shqiptar, kemi një rritje të jashtëzakonshme, në të njëjtën formë po vjen dhe rritja nga këtij profesioni. Vetë profesionit nëpërmjet agjentëve, zyrave, centrit. Ne mësojmë çdo ditë. Çdo ditë. Pra plotësojmë le të themi edhe pjesën e klientëve, por edhe pjesën tonë duke marrë sa më shumë nga eksperiencat dhe takimet, ballafaqimet që kemi. Si e ndërton një agjent marrëdhënien me klientët, qoftë blerës, qoftë shitës? Do ta përkufizoja me fillimet e një marrëdhënie në çift. Pra për që një marrëdhënie të shkojë mirë, në fillimet duhet të jesh dëgjues shumë i mirë. Duhet dëgjosh. Po patjetër. Patjetër që duhet të jesh një dëgjues shumë i mirë. Qoftë se ti arrin të kuptosh nevojat. Se shohim edhe trende nga më ndryshme që dalin hipen sipër makinës se gjërat. Jo, e kam gjithmonë në fillime. Pra në fillime kemi është eksakt. Në fillime gjithmonë kemi ato tendencën që të kuptojmë sa më shumë nga pala tjetër. Do bëjmë pyetje patjetër, por duhet jemi dëgjues më shumë. Nëse i kuptojmë të gjitha nevojat. Pra ne do të blejmë vetë njëherë. Absolutisht. Dhe pas blerjes së informacionit duhet bëhemi psikolog të mirë. Edhe psikolog. Kjo është një ndër profesionet më të reja që kam. Domethënë profesioni i një agjenti imobiliar, sa profesione të tjera ka brenda, marketuesin, menaxherin, psikologun, nga ana ligjore, noterin, juristin. Po patjetër, deri në firmosjen e kontratës ne aty jemi. Aty është ai fundi i lumtur, pra. Pranon ti të martohesh me mua. Të martohesh me pronën. Pra do të jemi dëgjues shumë i mirë të dyja palët. Ku do të dëgjojmë më shumë? Do të dëgjojmë më shumë tek ai që është shitsi apo tek blerësi? Ku t'i japi më shumë prioritet? Nëse bëhet fjalë për dëgjim më të mirë, pa diskutim që blerësi ka nevojë për më shumë. Pa lënë pjesën tjetër nga ana e shitësit, por blerësi, sepse nevojat e blerësit, pra duhet kuptojmë nevojën qoftë për të patur një shtëpi të arshme, pra me blerësit ka më shumë nevojë për pyetje, pra flasim ku, në çfarë pozicioni, nëse sa i gatshëm është të ndryshoj pak vendodhjen, pa të largoj pak nga vendodhja. Le të themi që është në karakterin e vetë njeriut që do t'i japi më shumë prioritet ndoshta blerësit. Nga ana humane, le të themi. Të blesh një shtëpi është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme sa të shesësh një shtëpi. Ai që e blen me ndjesi për të jetuar brenda, për të ndërtuar një jetë. Ai që e shet pak me vështirësi sepse është i lidhur emocionalisht, për faktin që po patjetër. A mund të thuhet, si më qenë se e lidhe me këtë pjesën e një marrëdhënie, shumë bukur ka shkuar mendja dhe a mund të thuhet një divorc kjo pjesa tjetër e shitësit le të themi? Jo. Nuk është divorc. Jo, divorcet ndodhin. Divorcet ndodhin vetëm për gjëra që nuk shkojnë mirë. Ndërsa sot po shitet dhe për të investuar diku tjetër. Kështu që ja nuk do ta lidhja me këtë. Pra, luma ai që blen është ajo që ne e përdorim në atë. Është kohë e mirë për shitur dhe për të bler njëkohësisht. Është momenti në Shqipëri për të investuar, kjo është e pikpyetja që kanë më shumë të shqiptarët. Janë shumë dilema, pjesa e rivlerësimit, flucka, fryrja e çmimeve, shumë faktorë të ndryshëm që sot si e shet tregun, si e shet le të themi blerësit. Un kam 8 vite që dëgjoj të njëjtën gjë. Pra blen. Sot nuk është momenti, por ajo çfarë un kam mësuar nga ky profesion, realisht e them këtë, sot është momenti për të blerë. Edhe nesër besoj prap të njëjtën gjë do të them. Të njëjtën gjë. Gabove që nuk bleve sot. Dhe disa herë më ka ndodhur me klientë, pra ajo çfarë më dhëmb më shumë është kur një klient pendohet për atë çfarë nuk bëri dje. Ka pasur raste që të kanë ardhur klient kanë thënë bëra gabim që sapo më ndodhi para një jave. Ta tham, më thuaj pak më që ti edhe pak më afërt edhe për ata që na dëgjojnë. Shiko, sot të investosh nuk do të thotë të jetë jo domosdoshmërisht në qendër të qytetit apo diku që ti vjelësh të ardhurat që në fillim. Investime, unë personalisht shikoj edhe në zona që kam projekte në të ardhmen. Po flasim për një pronë që çmimi me pronën
aktualisht mund të mbante në vlerë të konceptuar pak të lartë për klientin, por me disa llogari në projekte që do zhvillohen në atë zonë, fitimi isha maramëndës. Nuk e bëri. Kur e bleu tjetri, tha jo, gabova. Nuk dua të ndodh me klientët. Pse pasi ndodhi kjo, e pe si problem tek vetja apo tek klienti? Jo. Pra ti e bëre maksimumin tënd pra për ta bindur atë? Unë tek vetja e kam Nuk po flas vetëm për ty, pra flasim në përgjithësi tek agjenti, pra ke profesioni. Nëse unë arri të bëj çdo gjë që kisha mundësi për të bërë, nuk është më faj tek agjenti. Pra ti ke arritur atë që ta bësh, ta japësh gjithë maksimumin tënd, që ta bindësh, ti thuash gjitha këto elementet që kjo do ketë benefitet nesër. Pikërisht, pastaj pjesën e frikës, të tjerë duhet ta menaxhojmë me psikologun. Unë nuk jam aq psikologe e mirë. Duhet lëm diçka edhe për profesionet e tjera, pra individët kanë frikë të marrin vendime, e padiskutueshme. Dhe kur vendimet janë për afatgjat, është akoma kanë akoma më shumë frikë, por po sa të përgatitur janë agjentët sot për sa i përket zhvillimit që po merr fusha e ndërtimit? Ajo çfarë unë them, një agent imobiliar duhet të marrë informacione çdo ditë për të gjitha projektet që do vazhdojnë të realizohen jo vetëm në Tiranë, por edhe në Bregdet. Ne dimë që një ndër pikat kryesore tashmë të investimit kanë kaluar në pjesën e Bregdetit. Dhe do vazhdoj akoma me projektet e reja që janë në zhvillim. Megjithatë, jo të gjitha agjentët kanë tendencën e kërkimeve të tilla. Fati im i mirë është që kolegu im ka një uri të jashtëzakonshme për pjesën e projekteve të reja, ka një informacion të jashtëzakonshëm për sa i përket trojeve veçanërisht të truallit, pra të arave të truallit, ka informacion për çdo ndërtues, kështu që nëse i them filan, nëse i them që godina në këtë vendodhje, më thot do filloj në filan kohë, po ndërtohet nga filani, do bëhet kjo, do ketë afër gjithë facilitetet, gjithë gjëra që do të ketë. Por ti ke këtë kolegun, por duhet dal pak për sa përket pjesës së shtetit. Vetë shteti ynë na jepni këtë lloj informacioni, pra sa mbështetës ose ndihmues ne kemi në këtë pikë? Këtu pastaj mbetet për të diskutuar. Nëse në vendet europiane, pra ty të jepet mundësia nga bashkia në mos gaboj, pra ku të jep mundësinë e një informimi me detaje për sa i përket të gjithë zhvillimit të zonës, por nuk e kam këtu vetëm për projekte që janë të miratuara. Po flasim dhe për zona që nëse në një të ardhme presupozohet do ketë ndonjë zhvillim, pra ne kemi zona që akoma nuk dim edhe pjesën e infrastrukturës, për pjesën e rrugës bëhet fjalë. Po gjithmonë flas për zona bregdetare që sigurisht do kohën. Merr një vëmendje tjetër. Merr vëmendje tjetër, por do kohë mjaftueshme, më afatgjatë për të realizuar. Shpresoj të kemi disa instrumenta që të na vendosin në dispozicion që ne të kemi një informim më të mirë për sa i përket. Se kjo nuk është se është vetëm në nderin tonë, por është në nder të vetë shtetit. Normalisht kur ne po e bëjmë atë tonën, le të themi, po mundohemi të japim më të mirën duke punuar, por kjo ngren gjithë imazhin edhe Shqipërisë. Dhe unë mendoj që ne kemi patur një shtyse jashtëzakonshme dhe kemi qenë një produkt i këtij bashkëpunimi. Duhet kaloj pak tek agjentët me tipin, me karakterin që ke, ai momenti kur i ke thënë jo një klienti, ja ka pas realisht një moment kur i ke thënë jo, dhe cili ka qenë, cilat mund të jetë ajo arsyeja që ty të bën ti thuash jo një klienti? Të më thosh të thuash jo është gjëja më e mirë që mund të ndodhë një personi. Dhe këtë nuk e kam vetëm nga ana profesionale. Pra, një njeri duhet të mësohet të thotë jo. Koha është shumë e rëndësishme për një agent imobiliar.
Domethënë në përgjithësi të duket po kanë Se kohë për gjen çdo gjithë gjë ndaj, pra domethënë një agent imobiliar nuk ka kohë. Nëse vërtet di të organizoj kohën. Pra, më është dashur të them jo, po. Më është dashur të them jo, dhe jo vetëm një herë. Kohët e fundit kam filluar ta përdorësh më shumë? Ta përdor, sepse kjo vjen edhe nga eksperienca. Ndonjëherë mundohemi të bëjmë më të mirën tonë, por aty kuptojmë Po mund të kesh prishur një marrëdhënie ndoshta. Nëse nuk është e destinuar për qenë me mua, nuk e dua. Ai nëse do të doj, do vi prapë, ëh? Ka pasur rasti që është rikthyer prapë. Unë me thënë të drejtën, pjesa e madhe po. Unë marr shembuj në punën time, një ndër pikat të forta, le them, të mia është korrektësia. Jam shumë korrekte në pjesën e orareve. Po, sot e vura re, jam dëshmitar për këtë. Jo, kjo dëgohet shumë si shprehje, por realisht jam dëshmitar për këtë. Edhe nuk je i vetmi që e thua. Më duhet të ta përmend pak dhe shumë shkurt. Patjetër, më pëlqen ato pasazhet e shkurtra të do ta them shumë shkurt. Kisha një klient se bëj më të besueshme edhe më konkrete gjë. Jo, më ka ndodhur realisht. Kisha një klient, do bënim një vizitë në Hamallaj, do shikonte një apartament. E njoftova që po nisem nga Tirana dhe të dy do niseshim nga Tirana. Unë arrit. Telefonoj, arrita. Ja erdha. Çdo 5 minuta ja erdha. Unë në përgjithësi nuk pres më shumë se 10 minuta. 10 minuta. 10 minuta. Nëse unë marr parasysh gjitha faktorët e trafikut, pengesave, marr kohë pak më përpara. Nëse unë shkoj ke dentisti dhe kam një orar, respektoj orarin. Nëse shkoj tek avokati dhe kam një orar, do respektoj orarin. Pra nuk kam shkuar vonë ndonjëherë. Të njëjtën gjë duhet bëjnë dhe me agjentët imobiliar. Pra, profesioni jon nuk do thotë që është më pak se sa profesionet e tjera. Patjetër. Dua të dal pak tek klienti, pra klienti erdhi me vonezë, unë i thash kur të jesh në hyrje, më thuaj, më sill një foto. Në momentin që më solli foto, unë ika. Se pe fare që të takoje, jo mendova tash mos i ke takuar, ke thënë ika. Jo, unë ika. Kur kthem, do në rrugës më telefonon dhe thotë erdha këtu. Jo. Unë jam në Tiranë, sepse koha që humba me ty kushton shumë. Jo, po jam më shumë se sa i shërbimi që pa diskutueshme. Po nuk ishte ky qëllimi. Qëllimi është për t'i bërë tjetrit të kuptojë që ti duhet respektosh ato çfarë quhet profesion. Po jo, po unë jam mësuar, je mësuar, duhet dim që ka dhe ndryshe. Unë me atë klient kam mbyllur 3 transaksione, di pse? Pas këtij momenti. Pas këtij momenti. Si reagoi atë ditë pas kësaj? Erdhi më takoi tek zyra, më tha që më vjen shumë keq për ato çfarë ndodhi, por fakti që më bëre të kuptoj që duhet të respektojmë njëri tjetrin, aq sa dhe pas raport kishim krijuar, dhe pas ne ulëm, kemi folur gjatë. Por ndryshoi e gjithë qasja e tij mbi agjentët imobiliar. Pra agjentët imobiliar nuk janë ta telefonosh dhe erdha. Një agent imobiliar duhet me agent, mundësisht dhe 2 ditë para, pra në varësi të se sa i ngarkuar është. Pra ai ndryshoi mendim për sa i përket profesionit të agentit imobiliar. Pra sot ke një marrëdhënie akoma më të frutshme, më të mirë. Absolutisht. Pra duhet themi jo ndonjëherë, duhet jemi tashpër. Por ti dhënë edhe atë pesh asaj gjës që kohës për te kohës edhe punës që bën. Po nëse ti nuk më jep pesh mua, si unë mund të t'jap pesh në ato çfarë ti do pastaj. A nuk është marrëdhënie? Pra, po ta marrim holl fare, kjo është ti ke vlerësuar atë. Patjetër. Për te pjesës vetes, punës tënde dhe profesionit, por ke vlerësuar më shumë atë. Pra, po ta kuptosh mirë gjithë filozofinë e saj. Dhe mua më pëlqen të bëj dhe ndryshimin. Pra, me një formë apo me një formë tjetër, përpjekja më e madhe gjatë gjithë këtyre viteve është ne të ndryshojmë perceptimin që kanë mbi agjentët imobiliar. Kjo ka qenë pika më, le themi, më e vështirë për sa i përket tregut.
Shpresoj jemi në rrugën e duhur, kemi akoma, Si është zbehur kjo, le të themi, kjo niveli paragjykimit, jo seksi, jo të marrin lekët kot, çfarë bëjnë, sofrojnë, bëjnë, pse të jap ti unë ndërkohë që është vetë. Është një masë e madhe që e mendon akoma. Për mua më problematika ndodh kur thon agjentët imobiliare, po agjencitë imobiliare fryn çmimet kur ne kemi vetëm 30% tregut. Po me 70%, kush i fryn? Kush i fryn, po. Kështu që kemi akoma. Po më pëlqejnë sfidat. Pra, nuk e sheh si, le të themi, arsye ose pikë për të ustepur. E sheh më shumë si sfidë për ta mposhtur, le të themi. Unë personalisht jo mendoj që gjërat më të vështira i kam kaluar tashmë, kështu që po bëj gati rrugën për sfida të reja që mund të ndodhi tregut tonë. Po klienti që s'do dohet të takoje kurrë. A kam patur? Besoj se po, 8 vite me këtë eksperiencë që... Po, ndodh. I ka ndodhur të gjithëve, besoj. Edhe, ke thënë, që ja dhash kohën ti me këti. Jam pak e lidhur me pjesën e energjive. Dhe kur më bëri pyetjen, ka klient që i thua, jo është qasja e energjisë. Pra nëse më jep një energji negative, e ka më të lehtë të them jo dhe delegoj. Një kolegu im të merret me nevojat, me plotësimin e nevojave dhe gjetjen e ambientit të përshtatshëm për të, por realisht më shumë më dëmton sepse dhe unë nuk jam e qetë për të bërë punën ashtu siç duhet ta bëj dhe siç jam mësuar ta bëj. Duke lidhur me faktin që në Shqipëri përqindje shumë e lartë është për ata, për çiftet, meqense e konsideruam si marrëdhënie. Në raportin çift familjar kemi përqindje të lartë të divorceve. Po në raportin e klientit dhe agentit, si është ajo përqindja e divorceve? Me thënë të drejtën, unë jam me një martesë shumë të lumtur për sa i përket marrëdhënies me klientin me profesionin tim. Por një agent imobiliar duhet të informohet mbi përqindjen e divorcit, sepse të divorcuarit do ta marrë kanë transaksione, do shesin në shtëpinë që kanë të përbashkët dhe ju duhen dy ambiente. Pra është me faza për një agent imobiliar realisht duhet njohë mirë qoftë shoqërinë. Pra kemi kur shkon në universitet, pra që i duhet një apartament me qira. Martohet, i duhet një apartament 1+1. Bëhet me fëmijë një apartament tjetër. Po tregon fazat e gjitha asaj që gjithmonë do të ketë punë për agent. Divorcohet dhe këtu lind nevoja për 2 apartamente. Dhe pastaj më vjen keq që kemi dhe pjesën e humbjes jetës, pra ku pjesëtarët e familjes duan që të shesin apartamente që kanë mbetur trashëgimtar. Por kemi 5 faza dhe një agent duhet njohë mirë zonën. Me këtë ka të bëj komunitetin që ka. Patjetër. Ku di përket, domethënë. Patjetër. Shikon, doli dhe një profesion tjetër, FBI. Detektiv. Kush paguar më mirë? Meqense ishim po te kjo, dhe i qëndroi fort kësaj pjesës. Flasim për të martuarit, divorcuarit, por edhe në pjesën tjetër që fatkeqësisht një pjesë të rëndësishme të madhe, por prapë ne na lumturon kjo pjesë që ka një interes shumë të lartë edhe nga diaspora, nga shqiptarët, nga emigrantët, që po rikthehen dhe po reinvestojnë në Shqipëri për blen prona e tjerë. Pra kush paguan më mirë? Një divorcuar, një i sapo martuar apo një emigrant? Tani kush paguan më mirë e ke në pjesën e fistima apo kush paguan më shumë në blerje në e kapa, bëja shaka. Për të dy si kështu. Të divorcuarit, se mezi po presin. Ata kanë moment gut. Patjetër kanë moment gut. Edhe janë ato që mbyllin kontratën më shpejt. Ato, domethënë nevoja, nëse një transaksion ndodh shumë më shpejt është nga niveli i nevojës se sa shpejt e duan atë proces që të mbarojë. Kjo mund të jetë pyetja e parë që i bën një martuar divorcuar për emigrant apo nuk e nis me këtë? Jo, nuk e nis me këtë. E kupton direkt, domethënë, kuptohet, a mund ta gjykoj? E dëgjoj, e thash që e dëgjoj. Dhe zakonisht nëse ti din të bësh pyetje e duhur, ti merr gjithë informacionin që duhet më vonë. Pra dalim edhe ke pjesa e komunikimit dhe psikologjike e gjës. Ti arrin ta me kaq vite sa ke eksperiencë edhe me gjitha çmimet që ke. Mendoj që kam arritur. A e blen dot një klient vetëm nëpërmjet një bisede 10 minuta ose për sa minuta mund ta blesh? Që thua që ky është do shkoj deri në pikën që do e konkretizoj këtë.
Shiko, jo vetëm unë, Jo, kam përshtypjen që një pjesë shumë e madhe e kolegëve të mi tashmë ndër vite se e fiton dhe me eksperiencën, nuk kemi pse ta mohojmë këtë gjë, por një agent imobiliar eksaktësisht e kupton nëse një klient do ta lodh apo do që realisht kërkesën që e ka shumë serioze. Kështu që kthehem prapë tek ajo pika që një rast tjetër kur them jo, kur e shikoj që është i paqëndrueshëm, pra ka kohë mjaftueshme e kam fjalën një vit, po shikoj kemi klientë që kanë dhe nga një vit që po shikojmë për apartament dhe akoma nuk kanë konkluduar gjë, pra kuptoj që koha që do të marrin ti e humbet për një klient tjetër. Është një energji e çuar dëm. Ku e gjeni këtë energji? Legët. Jo, unë jam, kemi dy tipologji agentësh, me thënë të drejtën. Kemi nga agentët që janë të fokusuar drejt komisionit dhe agentët që janë të fokusuar drejt procesit. Fatmirësisht apo fatkeqësisht nuk e di, por mua më pëlqen fakti që jam drejt marrëdhënies dhe procesit. Sepse dhe komisioni në fund të duket një vlerë e jashtëzakonshme. Sado monetare të jetë, nuk po flas për vlera monetare në shumë, po flas kur procesi shkon shumë mirë, kënaqësia që merr është më e madhe. Nuk jam e fokusuar nga komisionet edhe pse i ka pra për gjithë që keni krijuar një përshtypje tjetër për sa i përket fushës real estate dhe agentëve imobiliar, pra që bëhet para, normalisht që bëhet para, por më e rëndësishme është ajo që thotë edhe Jonida që duhet të ndërtojmë raport të mirë, marrëdhënie të mirë, se një marrëdhënie e mirë mund sjellë ka pak rrugën le të themi gjatë, por ka përvoja shumë të mira dhe më sapo e kuptoj Jonidën është nga ata që thotë që është më rëndësishëm rrugtimi se sa destinacioni. Për mua destinacioni është i qartë, për rrugtimi jap të gjithë vëmendjen që kur të arrin në destinacion të mos kem asnjë lloj pendese. Dhe këtë jo vetëm nga ana profesionale, por qoftë edhe nga atë personale. Pra, njeriu duhet di se ku duhet shkoj, duhet ta njohë mirë destinacionin, por rrugën që duhet bëj, pra ta maksimizoj në mënyrë maksimale për të arritur sa më bukur, sa më thjesht e tjera me radhë. A ke menduar ndonjëherë që ta lesh të profesion të tërhiqesh thuash jo? Në 8 vite më ka ndodhur vetëm një herë. Një herë. Po. Në fillimet besoj. Në fillimet e profesionit po thua? Po, jo në fillimet e profesionit. Jo në fillimet e profesionit. Para sa kohësh? Vitin e kaluar? Para një viti. Eksakt. Po pse si ka mundësi këtë? Shiko, një kolegu im që e kam shumë për zemërt, thotë që një agent imobiliar ndryshon humori 5 herë në ditë. Dhe këtë e ke faktuar. Dhe e kupton ti në 8 vitet më ke ndodhur vetëm një herë, është mos normale, jo? Po, era studimi. Pastaj ndodhi ajo çfarë unë e fut pak edhe pjesa e energjisë, pata nga momenti që unë e mendova po sikur të shkëputem nga ky profesion. Po çfarë të erdhi vetë apo të ushqej dikush që thoshte jo, është një profesion tjetër më mirë. Ka disa muaj rënje në industrinë imobiliare. Pra unë për 8 vitesh unë e ndjej diku tek në sinën e verës. Pra unë personalisht me portofolin e klientëve që kam dhe në mënyrën se si punoj, në pjesën e verës më ndodh, në sinën e verës. Vetëm për mua, sepse kemi agent për sa i përket kanë suksesin në verë. Pra varet nga targeti që ato kanë dhe menaxhojnë për portofol klientësh. Ti je gjithmonë tek vera në çdo vit? Po, në çdo vit. Ndryshe nga vitin e kaluar, këtë vit jam përgatitur moralisht, shpirtërisht, nga të gjitha anët, domethënë që nuk do ndodh ta mendoj, të më shkojnë nëpër mend. Por ndodhi ajo që nga momenti ishte vetëm një klik, pra nuk po them që ula ta mendoj do ta lë. Një klika më ka shkuar, po më ka shkuar. Pastaj zgjove the. Jo, të nesërmen u zgjova më me energji se çdo ditë tjetër e vitit dhe e diskutuar me dikë apo vetëm vetë? Unë siç e thash, dhe pak më përpara, pra nëse Irdi është një
pjesë shumë e rëndësishme për sa i përket profesionit. Po do të përshëndesim. Përsëri erdhi. Ishte vetëm momentale, pra ishte vetëm momentale dhe pastaj erdhën 4 muajt më të mirë të vitit për mua. Aty pastaj, ishte dhe viti që thyva dhe rekordin e kompanisë me shitje më të madhe. Pra ndodhi pikërisht në vitin e kaluar. Çfarë keni keni që e lon? Të uroj sa më shumë suksese dhe realisht është fal punës, kontributit dhe konsistencës. Si thua ti, është vazhdueshme gjithë kjo, është një punë e palodhur dhe do doja që të më jepje jo vetëm mu, por edhe nga kolegët, agjentët, se si është ajo forma jote që ti arrin ti kuptosh, domethënë, kush janë më të kuptueshëm, blerësit apo shitësit nga klientët? Të falenderoj një herë për të gjithë sukseset që muron, dua normalisht edhe kujtua diçka. Kur të tjerët më pyesin kush ka qenë transaksioni më i mirë që ke bërë, unë them akoma nuk ka ardhur. Kështu që ka akoma më mirë për të bërë. Duke ngrënë thonë, apo s'ka lidhje me këtë. Shiko, e kam në pjesën që realisht e them këtë që akoma nuk kam bërë transaksionin më të mirë. Më pëlqen të sfidoj edhe veten. Kush ishte pyetja edhe një herë? Kush janë më të kuptueshëm? Klientët blerës apo shitës? Pra ato vështirësitë, le të themi, që që të kërkon më shumë kohë, më shumë energji, më shumë taktika. Atëherë, nëse i përket bësh më shumë psikologe, bësh më shumë e durueshme, pra janë tipologji të ndryshëm, pra me shitsin duhet të jesh shumë e kujdesshme që në fillim. 80% të punës duhet ta bësh në fillime. Pra, duke filluar që nga negociata, duhet jenë që në fillime. Të mos flas për pjesën e informacionit mbi pronën, pra që duhet të mirë informohesh për të mos penguar procesin. Mendoj më shumë kohë kërkon blerësi. Tani, e di si është ti shkon me një dyqan, sheh një këmish, hedh syt nga dyqani tjetër, sheh një këmish tjetër dhe pastaj thua këtë marr. Imagjinoje ti për një apartament që do jetosh gjithë jetën. Pastaj, mënyrën se siç e thash në fillim, domethënë pak më parë që duhet të dëgjosh, të jesh një dëgjues i mirë, të kuptosh nevojat, sa i gatshëm është të kalojë jashtë zonës që ai kishte menduar, perceptuar, nëse nga kush mund të heqë dorë për të patur diçka tjetër. Pra nëse ti i kupton gjitha këto, është ajo që unë them, unë nuk shes me metër katror, unë shes me ndjenja. Dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe, kur klientët marrin atë çfarë kishin menduar para se të fillojnë procesin e kërkimit për blerjen e një apartamenti. Duhet që ndroj pak tek ajo tek këmisha që më the që je duke parë një këmishë, për moment shkaras ishte një këmishë e një dyqan tjetër. Shitsi në të rast që ti domethënë se ti e ke marr pronën. E rëndësishme është që tek mishën tjetër do shkojmë bashkë tash shikoj. Jo, nuk e ke di. E ka një shitës tjetër. Kur përmenda pjesën e këmishës, pra që është e rëndësishme të shikojmë disa opsione në momentin e blerjes. Por ajo çfarë jam munduar të bëj gjatë gjithë këtyre viteve është të krijoj një marrëdhënie besueshmërie me klientët blerës, që do të thotë, në rast se kemi të bëjmë me ndonjë opsion që nuk është në portofolin tim, është një shitës private, këto tjerat me radhë. Kam patur raste ku kanë kërkuar blerësit të përfaqësohen vetëm nga unë, pra kanë kuptuar rëndësinë e shërbimit. Për disa klientë është shumë e rëndësishme koha. Dhe kanë kuptuar që nëpërmjet meje kanë minimizuar të gjithë ato çfarë do kishin hequr ta bënin vetë. Ke dalë një pikë shumë të rëndësishme që duhet për sa përket pjesës të rregullt si klientëve shitës dhe blerës. Pse këta klientë duhet të bashkëpunojnë me një profesionist, agent imobiliar? Unë e kam thënë diku tjetër, por do ta them dhe këtu është koha. Pra, jepi vlerë vetes tënde. Pra, ai që klientit ja është realisht është koha. Sot nuk kemi kohë për asgjë. Pra për mua, për të marrë një shërbim, është një profesionist aty që ma jep.
nëse më parë, domethënë, dhe po të kthehemi, ka klientë që kanë mbaruar, mendojnë që mund të mbarojnë shumë më kollaj vet, por në përfundim të procesit ose do të dështojnë ose do thonë kishe të drejtë. Po, si rati që dham edhe pak më lart si shembull. Kishe të drejtë sepse çfarë ndodh? Nuk kemi një treg të stabilizuar në mënyrë perfekte, pra që çdo gjë të funksionojë. Dhe disa hallka të procesit është më së domosdoshme që të jemi ne pjesë. Kështu që ajo çfarë është shumë e rëndësishme është që duhet të orientohen drejt profesionit që i ndihmon për t'ua bërë më të lehtë gjetjen e asaj çfarë do i vështirësonte jetën. Të organizosh një festë është shumë e vështirë në ditët e sotshme, çfarë bëjnë? Marrin një agjenci që merren me organizime. Imagjinoje të mundohesh. Eksakt, të mundohesh dhe të gjesh atë çfarë ti ke dashur të kesh gjithmonë. Kjo është në nivel paragjykimi apo gjykimi, pra ka ardhur për shkak se ndoshta kanë takuar një jo profesionist të mirë, nuk ka gjetur shërbimin e duhur, apo jemi në fazë paragjykimi? Mund të ketë arsye të ndryshme. Një ndër pikat që unë edhe e kam vënë re, mendojnë që mund të kursejnë. Është edhe kjo, po, patjetër do ta japun komisionin. Eksakt, por nuk e kuptojnë që ato çfarë paguajnë nuk do jetë shumë e shtrenjtë nëse e bëjnë vetë. Dhe këtë ta them me fakte. Këtë e them me fakte realisht, pra komisioni që paguaj një agjenci imobiliare për të përfaqësuar për të marrë një shërbim, nuk e kuptojnë që është shumë herë më e lirë, po flas në vlera monetare, por dhe jo vetëm monetare, se sa ta kryenin vetë këtë proces. Deri tani i kemi orientuar bisedën për sa i përket klientit dhe i kemi dhënë shumë prioritet për fokusin ku doni ta çoni të bisedë, por dua të qëndroj pak për sa i përket fushës së real estate-it në Shqipëri. Ku po shkon? Pra është në progres, po eci mirë, me hapa të mira, po regres. Si e sheh vetë që nga fillimet edhe sot ti mund flasësh me kompetenca për shkak të portofolit dhe çmimeve, arritjeve tuaja që ke ndërmarrë dhe ke fituar fal punës. Për hir së vërtetës, më duhet të them që kemi progres dhe kemi prej vitesh tashmë, pra ne shikojmë që çdo 6 muaj kemi një rritje jo pak, ne kemi në të konsiderueshme, do thoja. Megjithatë, duke patur parasysh të gjitha projektet që janë në zhvillim, po të marrim dhe pjesën e jugut që kemi ka një zhvillim të jashtëzakonshëm, kështu që po mendoj në 5 vjeçarin e ardhshëm kemi një progres akoma më do të shkojmë në rritje. Do shkojmë në rritje. Sa ka ndikuar real estate dhe kjo puna jonë që bëjmë ne në zhvillimin e ndërtimit ose vetë asaj që çka po ndodh në Shqipëri sot? Pra si është ku po shkon ndërtimi sot dhe sa dorë, sa shtys ka qenë profesioni jonë, puna që bëjmë ne? Ne jemi nëse e marrim në koncept në vitet e fundit kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm. Pra është kaq i shpejt sa që ndonjëherë dhe mua më vjen realisht shumë keq, profesioni jonë është dhe i padukshëm. Pra po flas në hapa galopant që po merr zhvillimi, pra ti ke ndërtime pafund. Por ajo çfarë duhet të ndryshoj, nëse do kthehem po prap ne duhet shkojmë drejt shërbimit, industria imobiliare duhet të shkoj drejt shërbimit vetëm nga agjencitë imobiliare, ekskluzive. Pra, siç e ka e gjithë bota. Pra ti mund të jesh ndërtues, por kjo nuk do të thotë që ti të kesh ekskluzivitetin e shitjeve vet. Pra duhet mendoj që është pak e gjerë si bisedë, sepse duhet futet rregullator shteti në këtë mes, duhet kemi
Duhet të kemi një liq posaçëm për këtë, pra është pak e gjerë kjo pjesë, mendoj. Për ta mbyllur tani do doja për sa i përket Centrit 21, një sugjerim, një këshill, si e sheti ndër vite, pra çdo kush nga ne ndoshta me aq sa e kemi gjykimin ton, pra aq sa jemi edhe profesionistë të kësaj fushë, çfarë do dohet shtoje, le të themi, ose lloj sugjerimi që ndryshonte më për mirë, le të themi. Shiko, ne nuk mund Qoftë duke filluar edhe nga vetja. Ne nuk mund të jemi më të mirët, por më të mirë se ne nuk ka. Çfarë themi tjetër? Zgjidhni më të mirën. Të falenderoj shumë, Jonida. Ishte kënaqësi për gjithë informacionin, eksperiencën dhe për gjithë atë se çka mundohesh të bësh për të qenë sa më pranë njerëzve. Unë do t'i konsideroja njerëz normalisht më para se të jenë klient. Patjetër. Njerëz. Dhe ajo ishte ajo se ç'kuptova unë në gjithë bisedën që bëm bashkë, që jep më shumë rëndësi raportit marrëdhënies për të ndërtuar me një person, individ. Të bëhet jeta më e bukur se sa ajo monetarja. Po dhe ajo nuk duhet mungoj, ja? Patjetër. Ajo vjen edhe me atë, pastaj që le të themi të imponohet në forma, pra tjetri e sheh si kënaqësi që ta japi atë gjë pastaj. Pra mund ta konsiderojmë që është pjesë e punës, por më rëndësishme është ajo që nuk ka vlera të përshkruhet ose të shlyhet, është raporti që ndërtohet. Eksakt. Kjo është më e rëndësishme për mua. Të falenderoj shumë. Faleminderit ty. Miq, faleminderit që na ndoqët, presim sugjerime, këshilla dhe pse jo, komente për sa i përket kësaj bisede për të përmirësuar dhe ne që të jemi sa më afër jush. Ju përshëndesim.